Përshëndetje, jemi në rubrikën Zëri i Qytetarit, një rubrikë që i dedikohet avokatit të mirënjohur zotit Alban Duraj. Neve lexojmë shpeshherë ankesa të qytetarëve nga më të ndryshmet që avokati Duraj i jep përgjigje në mënyrë ligjore dhe në një mënyrë tepër profesionale. Avokat, faleminderit shumë që jeni me ne dhe faleminderit që qartësoni qytetarët lidhur me problematikat që ata kanë. Ju falenderoj shumë për rubrikën. Mesazhi që vjen është i një qytetare nga Vlora, e cila ka një problematik avokat. Ajo shkruan: jam një grua nga Vlora, ka disa kohë që kam parë disa ndryshime nga bashkëshorti im. Mendoja shpesh që më tradhtonte me dikë tjetër, me një femër tek puna, por sa më shumë kalon koha, aq më shumë më shtohen dyshimet që miku i tij, një nga miqtë e tij më të mirë, është personi që më tradhton edhe partneri im. Çfarë do të bëj në këtë rast, avokat? Atëherë jemi përpara rastit që çifti nuk konsumon, pra nuk jeton së bashku, nuk kryen një marrëdhënie bashkëtorë e cila duhet të jetë periodike. Pra një nga elementët e ekzistencës së vetë martesës është dashuria, pra duhet të ekzistojë dashuria ose çifti duhet të kryejë marrëdhënie seksuale në mënyrë periodike dhe të vazhdueshme. Nëse vijojmë tek pyetja e zonjës lidhur me këtë tradhtim, pra kodi i familjes nuk e ka përcaktuar specifikisht nëse bashorti apo bashortja e tradhton secilin, pra qoftë me një femër bashorti apo me një mashkull bashorti, pra nuk ka një përcaktim specifik, duke menduar që vetë kodi në mënyrën e artimit të tij ekzistenca e marrëdhënieve seksuale është tabu midis një seksi të njëjtë, siç është në rastin konkret që kemi bashortin i cili kryen marrëdhënie seksuale me shokun e vet, natyrisht që nuk lë vend për le të themi abuzim, sepse edhe kjo quhet një marrëdhënie seksuale, nëse ne do t'i referohemi manualeve ndërkombëtare, pra kemi kryerjen e marrëdhënieve dashurore të një seksi të njëjtë. Besoj që edhe në këtë rast jemi në rastin e moskonsumimit të jetesës apo të kryerjes së marrëdhënieve seksuale të përbashkëta midis çiftit, që do të thotë midis bashortes dhe bashortit, dhe për më tepër që është një nga faktorët kryesor i cili duhet të ekzistojë martesa, dhe nga ana tjetër kodi i familjes nuk e lejon tradhtim bashkëtorë. Pra nëse ne do të futemi tek termi i tradhtisë, unë mendoj që me deduksion dalim në përfundimin që edhe në rastin konkret kemi të bëjmë me një tradhti bashkëtorë, edhe pse në rastin ton kemi të bëjmë me një tradhti jo me një femër apo me një grua tjetër, por me një burr, me një mashkull i cili natyrisht këtu ka preferencat e veta për shkak sepse ekzistojnë njerëz të tillë të cilët ose janë biseksual, që do të thotë nëse në rastin konkret zonja ka pasur marrëdhënie të rregullta seksuale me bashortin e vet, nuk ka pasur probleme lidhur nga mënyra se si ata janë sjellë, se si kanë kaluar së bashku, por ka edhe nga këto çifte apo nga njerëz cilët mund të kenë lidhje edhe me një person të seksit tjetër, gjë që për sa i përket institutit të familjes, jemi përpara mos lejimit të një fakti apo të një gjëje të tillë. Ne kemi zgjedhur që martesat i kemi mos i kemi me shumë partner, por me një partner, që do të thotë me një burr dhe me një grua, dhe si të tilla çdo veprim tjetër që mund të bëjnë çiftet është e ndaluar dhe përbën shkak për të zgjidhur martesën. Kështu që unë në rastin konkret, nëse do ta orientoja zonjën, nëse ajo do donte që të kërkonte shpalljen e fajësisë pra zgjidhjen e martesës me fajësi, atëherë duhet që të mbledhë këto prova. Nuk e di se çfarë prova ka gjetur, që do të thotë duke filluar që tek mesazhet telefonike, që tek komunikimet, që tek fotot,
nëse është e nevojshme dhe ajo do që ta provoj, mund të kontaktoj me një zyrë detektivi privat i cili të merret me ndjekjen e rastit, sepse ka zyra të posaçme, të cilat janë të licencuara dhe të lejuara me ligj, të cilat merren me ndjekjen e rasteve të tradhtisë bashkëtorë. Në mënyrë që kur të ngrej padin, pra kur shkojnë në gjykat lidhur me provat dhe me faktet, ta ketë të provuar një gjë të tillë, pra mënyra se si janë marrë të provat, cilat duhet të jenë në formën e kërkuar nga ligji, që do të thotë mesazhet telefonike duhet të jenë të nënshkruara përpara, pra duhet të dalin përpara noterit publik, gjithashtu komunikimet që mund të jenë me email, në Facebook, në Instagram, pra në të gjitha mënyrat, dhe natyrisht edhe fotot, videot që mundet që zonja të ketë gjetur, por nëse nuk e ka bërë një punë tillë, atëherë këtë punë e bën detektivi privat. Dhe në momentin që hartohet kërkesë padija, bashkëlidhen të gjitha provat, të cilat provojnë fajësim, pra që bashorti në rastin konkret e ka tradhtuar me një burr tjetër, dhe për këto shkaqe zonja kërkon zgjidhjen e martesës së saj, duke përcaktuar edhe fajësinë, ku shkaku për zgjidhjen e martesës është tradhtia bashkëtorë që ka bërë bashorti i saj me një burr tjetër. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.